Bismillahirrahmanirrahim. Fuqia të menduarit mirë. Të mendosh mirë është bota jote. Ju jeni ashtu siç mendoni. Prandaj edhe Zoti i Madhëshëm Kur'anin famlar shpesh herë na thot: "E fela ta'qilun", a nuk po mendoni? "E fela tubsirun", a nuk po shikoni rreth jush? Pra hidhni një shiqim rrotull jush dhe shikoni nimetet e Allahut rreth e përqark. Shikoni këto të mira që Allahu Xhaleshanuhu i ka bërë në shërbim të njerëzit. Shikoni malet, shikoni borën, shikoni ujin, shikoni shiun. Wa anzalna minas samai ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum, thot Zoti i Madhëshëm në Kur'anin e famlar. Dhe ne zbresim pra ujin, shiun, edhe me të lulëzon toka dhe të gjitha këto nimete janë në shërbimin e njerëzit. Pra a nuk mendoni mirë? Toka, qielli, shiu dhe çdo gjë mendon mirë për njeriu. Pra e gjithë kjo përreth nesh mendon në të mirën tonë, në shërbimin e shëndetit tonë. Gjithë kjo është pra në shërbimin tonë. Po ne pse nuk mendojmë mirë? Pse nuk mendojmë të punojmë mirë dhe të veprojmë mirë? Pse nuk mendojmë pozitivisht, të mendojnë për të mirën e njerëzimit, të mendojnë për të mirën e vetë njeriut, sepse vetë jemi njerëz. Mendo mirë dhe Allahu Xhaleshanuhu do të jap shumë mirësi dhe shumë begati. Mendo mirë për vllaun, për motrën, për nënën, për babain, për fëmijët, për bashortën, për shtetin tënd mendo mirë, për atdheun tënd mendo mirë. Mendo mirë dhe do rritesh dhe do bëhesh pra me të vërtetë njeriu i duhur në shoqëri. Prandaj, nëse ti mendon mirë, i bën mirë dhe shëndetit tënd. Nëse ti mendon mirë, sigurisht se do të përcjellësh vlera dhe ato vlera do rriten dhe do formojnë shoqëri të sigurta. Prandaj, Zoti i Madhëshëm than Kur'an që siguria, pra betohem në këtë qytet të sigurt, në këtë vend të sigurt, sepse siguria është në të mirën e njeriut. Kur njeriu mendon mirë, automatikisht pra ai mendim e fut njeriu pra që të zbatoj dhe veprën të mirë. E fut pra që të largoj nga një pengesë nga rruga, ose të flas një fjalë të mirë, ose të ndihmoj jetimin, fukaran, nevojtarin, njerëzit në nevojë, ose të bëhet faktor pra i mirë për shoqërinë dhe do sill vlera të mira në shoqërinë dhe ambientin që jeton. Prandaj mendoni mirë sepse do shihni rezultate të jashtëzakonshme. Do shihni shumë të mira rreth jush. Selam aleikum.